Drejtimi i automjetit në gjendje të dehur I kushtoi arrestimin një 38 vjeçari me inicialet EM banues në Shirok. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor në 24 orët e fundit referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal edhe për një 30 vjeçar I cili u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë një 40 vjeçare banuese në Shkodër u procedua pasi duke drejtuar automjetin dyshohet se për shkak të një manovre të gabuar përplasi motomjetin me drejtues një 19 vjeçar I cili përfundoi në spitalin rajonal të Shkodrës. Në vijim të këtyre veprimeve u procedua penalisht edhe drejtuesi I motomjetit pasi po e drejtonte këtë të fundit pa leje drejtimi. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve arrestuan një 37 vjeçar me inicialet AV banues në Shkodër pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike të vazhdueshme ndaj nënës së tij. Ndërkohë janë shpallur në kërkim një 40 vjeçar dhe një 41 vjeçar banues në Gruemir, pasi dyshohet se në datën 8 nëntor në fshatin Likaj për motive të dobta kanë qelluar marrëmzjarrin në drejtim të banesës së një 48 vjeçari. Në prokurori u referuan materialet ku nisi procedim penal edhe për një 55 vjeçar, pasi u konstatua se kishte bërë një rrethim me rrjeteli të cilin e kishte mbushur me inerte dhe e kishte përshtatur si parking. Ndërkohë në orët e para të mëngjesit të së dielës në hyrje të Fusharzit, në rrugë është gjetur një trup I pajet që I përket një 65 vjeçari me inicialet PM. Nga kçyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të tjera. Grupi hetimor po e vijon punën për përcaktimin e shkakut të humbjes së jetës dhe dokumentimin e rrethanave të këtij rasti. Materialet për të gjitha këto raste janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.